Dritaret e qendrës multifunksionale në Mitrovica janë vetmja mundësi nga ku mund të shihen kutit me fletvotimet e 2 kandidatëve për kryetar të kësaj komune, pas ndërprerjes së përkohshme të verifikimit një ditë më parë. Kutit nga 105 vendvotimet u mbyllën pas ditën e së hënës me urdhër të prokurorisë pas dyshimeve të ngritura për keqpërdorime gjatë procesit të votimit. Kësaj verifikimi i votave nuk është kryer para ditën e së martës. Jahir Sumiqi, përfaqësuesi i PDK-s në qendrën komunale të numërimit në Mitrovic, foli për dyshimet që quan në ndërprerjen e procesit. Kemi gjetur fletvotime të cilat nuk janë përputhur me numrat e vendvotimeve, pra kemi fletvotime që kanë lëvizur nga klasa në klasë, mirë po kemi fletvotime të cilat kanë lëvizur edhe nga shkolla në shkollë. Pra të gjitha janë të faktuara, të gjitha janë të argumentuara. Për dyshimet e ngritura reagoi kompania e cila printoi fletvotimet. Në njoftimin e saj thuhet se nga hetimi i bërë është vërejtur se problemi ishte te një nga pllakat e printerëve. Pavarësisht zbatimit të masave gjithëpërfshirëse të sigurisë dhe kontrolleve të rrepta bazuar në standardet më të larta të cilësisë dhe sigurisë, ne marrim përgjegjësi të plotë për këtë gabim, i cili në rrethana normale do të ishte pothuajse i pamundur të ndodhte. Fletët e votimit përfshin disa elementë sigurie që nuk mund të replikohen, prandaj besojmë se falsifikimi nuk mund të ketë qenë i mundur. Pas sqarimit nga kompania, Prokuroria Themelore në Mitrovic urdhëroi rifillimin e procesit të verifikimit. Në lidhje me rastin ka reaguar edhe Ministria e Drejtësisë. Ministri në detyrë Blerim Sallahu i ka kërkuar kryeprokurorit të shtetit që të përjashtojë nga trajtimi i rastit kryeprokurorin Niazi Rexha, pasi sipas tij ai është burri i kandidatës për asamblen nga radhët e PDK-s në Mitrovic. Sipas rezultateve preliminare, Faton Peci i vetvendosis fitoi balotazhin me Arjan Tahirin e PDK-s. Ndërkohë, verifikimi i votave ka vazhduar në Peje Prizren, teksa deri në mesditën e së martës ky proces është përmbyllur në Junek, Mamush, Llokot, Obileq, Klin, Vushtre, Dragash, Rahovec, Gjakov, Gjilan, Fushkosov, Suharek, Kaçanek, Prishtinë dhe Viti.